Nëse vuani nga pagjumësia, ja ushqimi që ju vendos në gjumë për 30 sekonda. Nëse keni të vështirë të flini gjatë natës, mund të filloni duke bërë disa hapa të thjeshtë para gjumit. Disa ushqime dhe pije përmbajnë lëndë që nxisin gjumin dhe mund të përmirësojnë cilësinë e tij. Një gjumë i mirë ndihmon në reduktimin e riskut për sëmundje kronike, ruan shëndetin e trurit dhe forcon sistemin imunitar. Disa nga ushqimet më të rekomanduara përpara gjumit do japin rezultate përkatëse mjaft të mira ushqyese edhe kundër problemeve të pagjumësisë. Prandaj, në rast se vuani nga pagjumësia, ndryshoni dietën tuaj dhe përmirësoni cilësinë e gjumit duke shtuar disa ushqime të thjeshta përpara se të shkoni për të fjetur. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në dietën tuaj përpara gjumit mund të shtoni produktet e qumshtit. Ushqimet që nxisin gjumin vijnë nga të gjitha format dhe ngjyrat e mundshme. Nëse nuk jeni vegan, bulmeti mund të bëhet miku juaj më i mirë. Ato përmbajnë triptofan, të cilat janë aminoacide të rëndësishme për trupin, bëjnë të mundur që trupi të prodhojë serotonin. Serotonina është hormoni i lumturisë që ju bën të jeni të lumtur dhe pengon mendimet e bezdisshme që vijnë gjithmonë në mbrëmje. Serotonina është gjithashtu e nevojshme për të prodhuar melatonin dhe për të nxitur një gjumë më të mirë. Në ndihmë mund t'ju vijë edhe çaji. Çaji i mirë është një qetësues i vjetër. Mënyra më e mirë për të bërë këtë është të zgjidhni llojin e qetësuesit, si kamomili, livando e të tjera. Ndryshe nga çajrat e frutave, këto ende përmbajnë disa përbërës aktiv që qetësojnë trupin tuaj. Veçanërisht kamomili është i përshtatshëm për shkak të antioksidantëve. Kjo lidhet me receptorë të ndryshëm të trurit tuaj, të cilët mund t'ju bëjnë të ndjeheni edhe më të qetë dhe të keni një gjumë më të shpejtë. Bananet. Bananet janë në lista e preferuar e cilësisë së gjumit. Nuk ka asgjë që ky frut nuk mund ta bëjë. Ai përmban shumë magnez, kalium dhe vitamina. Këtu gjenden edhe aminoacidet triptofan, të cilat, sipas ekspertëve, kanë aftësinë të prodhojnë melatonin. Në kombinim me magnezin dhe kaliumin, temperatura e trupit ulet dhe ekuilibrohet në mënyrë natyrale. Nuk është të çudi që keni më të lehtë të relaksoheni pasi keni ngrënë një banane. Përveç kësaj, presioni i gjakut do të ulet dhe do të siguroni gjithashtu një gjumë më cilësor. Në dietën tuaj për një gjumë cilësor, mos nguroni të shtoni edhe qershit. Konsumi i lëngut të qershive ose disa qershi të vogla sigurisht që do ju ndihmojë. Qershit janë një nga burimet më të mira të melatoninës që ofron natyra. Melatonina njihet si hormoni i gjumit. Ajo lind nga shndrrimi i serotoninës. Melatonina zakonisht çlirohet në mbrëmje dhe ju bën të ndjeheni më të lodhur dhe gati për gjumë. Kështu që ju mund të flini më mirë pa marrë asnjë ilaç ose tabletë tjetër artificiale. Këto e tregojnë edhe disa studime në të cilat subjektet e testimit pinin një gotë me lëng qershie para se të flinin. Ata i zuri gjumin mesatarisht plot 17 minuta më herët. Gjëja më e mirë është se nuk ka efekte anësore të pilulave të gjumit dhe mund të konsumohet edhe gjatë gjithë ditës. Qershit. Qershit gjithashtu mund të zvendësohen edhe me qiqrat. Ato janë një zgjidhje e mirë pasi janë të plota me vitaminën B6. Kjo kërkohet nga trupi në mënyrë që të jetë në gjendje të prodhojë melatonin. Qiqrave nuk i mungon as kalciumi, gjithashtu dhe magnezi. Ky kombinim i bën ato të përsosura në mbrëmje dhe mund të ofrojë gjithashtu një cilësi më të mirë të gjumit. Frutat e thata. Opsioni vegan i produkteve të qumshtit janë frutat e thata. Frutat e thata përmbajnë aminoacide esenciale triptofan. Nëse dëshironi që të përfitoni dy fish, mund t'i kombinoni gjithashtu të dyja. Për shembull, mund të përzieni frutat e thata me kosin tuaj dhe përveç efekteve që nxisin gjumin, keni edhe një ushqim të shijshëm në mbrëmje. Avokado. Në listën e ushqimeve që nxisin gjumin nuk do të ishte e plot pa konsumin e avokadove. Këto ushqime përmbajnë magnez, i cili siguron muskujt të relaksohen. Ju mund të dalloni mungesën e magnezit nga fakti se muskujt dhe nervat tuaja provokohen shumë lehtë. Kjo krijon shqetësime të brendshme dhe bën më të vështirë që të bini në gjumin relaksues. Është e rëndësishme të përmirësoni dietën tuaj dhe të shtoni bajamet, pasi janë një burim shumë i mirë i magnezit dhe melatoninës, të cilat do të ofrojnë një gjumë më cilësor. Mishi i gjelit të detit përmban triptofan dhe rrit prodhimin e melatoninës, element shumë i rëndësishëm në përmirësimin e cilësisë së gjumit.
Çaji i kamomilit përmban antioksidantë që qetësojnë trurin tuaj në momente stresuese dhe ofron lehtësim në relaksimin e gjumit. Kivi dhe lëngu i qershive të thata mund të ndihmojnë në ciklet e gjumit përmes serotoninës dhe melatoninës. Peshqit dhe arrat janë të pasura me vitaminën D, omega 3 dhe melatonin, të cilat do të përmirësojnë cilësinë e gjumit tuaj. Orizi, bardhë, banane dhe produktet e qumshtit ndihmojnë në përgatitjen e trupit për një gjumë të qetë. Ekspertët sugjerojnë të konsumoni ushqime të lehta dhe të hani rregullisht në orare të caktuara për të përmirësuar cilësinë e gjumit. Megjithatë, në shumë studime është e nevojshme që të mos shëteproni, por të konsumoni këto produkte në mënyrë të rregullt për të mos shkaktuar efekte anësore dhe gjithashtu për të nxitur një organizëm të shëndetshëm dhe të mbajë larg edhe shqetësimet të cilat lidhen me pagjumsinë. Është e rëndësishme që në dietën tuaj të shtoni edhe erëzat e caktuara. Ju mund të bëni vetë ushqime që nxisin gjumin thjesht duke përdorur erëzat e duhura. Erëzat gjithashtu mund të ndihmojnë për të patur një gjumë të qetë. Erëzat e përshtatshme përfshijnë edhe elementë të karafilit, të cilët kanë veti lehtësuese, sidomos në çështjet tuaja stresuese. Përfshirja e këtyre produkteve në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të nxitur cilësinë e gjumit. Një nga produktet më të këqija të jetës suaj sedentare është edhe pagjumësia. Ekspertët pohojnë se ushqimet që hani kanë efekte të favorshme të përmirësojnë gjumin ose dhe të shkaktojnë luhatje të tij. Prandaj nëse doni një gjumë të përmirësuar dhe të mos vuani nga këto probleme, rregulloni dietën tuaj. Ndryshoni ato ushqime të cilat ju shkaktojnë komplikacione dhe shtoni në dietën tuaj sa më shumë produkte natyrale. Para se të shkoni për të fjetur, konsumoni disa lloje të ushqimeve të cilat do të përmbajnë element të mirë ushqyes, të cilët do të japin rezultate standarde në përmirësimin e cilësisë së gjumit dhe balancimin e cilësisë së tij. Në dietën tuaj për një gjumë cilësor, mos nguroni që të shtoni gjithashtu edhe çajin e kamomilit. Çaji i kamomilit u përket qetësuesve natyral. Ky çaj përmban antioksidantë të nevojshëm për të nxitur një gjumë komod dhe të thellë. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni cilësinë tuaj të gjumit me përfshirjen e duhur të produkteve sa më natyrale, të cilat do të japin rezultate fantastike në përmirësimin e cilësisë së gjumit tuaj. Çaji i kamomilit përmban antioksidantë që nxisin gjumin, kurse pirja e tij 30 minuta përpara se të shkoni për të fjetur do të jetë një mundësi e përkryer për të përmirësuar cilësinë e gjumit dhe për të mbajtur larg gjithashtu edhe komplikacionet e njëpasnjëshme. Në dietën tuaj për një cilësi më të mirë të gjumit shtoni mishin e xhelit të detit. Nutricionistët pohojnë se mishi i xhelit të detit është i mrekullueshëm për në mbrëmje, sidomos nëse dëshironi të bëni një gjumë të qetë dhe gjithashtu edhe komod. Përfshirja e tij në dietën tuaj do të jetë një mundësi e përkryer për të rritur cilësinë e gjumit dhe për të mbajtur larg gjithashtu problemet e pagjumësisë. Mishi i gjelit të detit përmban triptofan, elementë të tillë të cilët do të ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së gjumit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të pagjumësisë. Bajamet gjithashtu janë një nga frutat më të mira ushqyes, të cilat do të japin rezultate fantastike në cilësinë e gjumit, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Është e rëndësishme që her pas here të shtoni edhe bajamet në dietën tuaj, pasi janë një burim i melatoninës, minerali magnezit i cili gjithashtu përmirëson gjumin. Këta dy përbërës të kombinuar janë një zgjedhje e shkëlqyer si një mesvakt i shëndetshëm para gjumit. Kivi. Ky frut i gjelbër është i shijshëm dhe përveç një thesari vitaminës C është i pasur me serotonin dhe antioksidantë. Të dyja mund të përmirësojnë cilësinë e gjumit nëse hahen përpara se të shkoni për të fjetur. Lëngu i vishnjave ose edhe lëngu i qershive. Përveç se është i shijshëm, lëngu i vishnjave përmban edhe hormonin melatonin, i cili njihet gjithashtu si një nxitës i gjumit që mund t'ju bëjë të flini më qetë dhe të përmirësojë cilësinë e gjumit tuaj. Në dietën tuaj mund të shtoni gjithashtu edhe peshkun pa yndyrë, i cili do t'jap rezultate fantastike. Edhe frutat arrore mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të shtuar në dietën tuaj për të përmirësuar gjithashtu edhe cilësinë tuaj të gjumit. Sigurohuni që të siguroni edhe një dietë më të pasur përpara se të shkoni për të fjetur dhe gjatë gjithë ditës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.